Bile në një nga plenjumet e Enver Hoxha i mërzitur nga këto grupet që po zbulonte dhe ju tha atyre i surdisë ata sigurisht tha çka keni bëju? S'keni zbuluar si grup. I ka zbuluar partia. I ka zbuluar partia, po. Këtë një nga këto plenjumet i ka zbuluar partia. Do të e zhvlerësoj. Absolutisht po. Absolutisht. Pra ç'a ishte? Ju jeni një lev. E kuptova. Këtu pastaj ka patur njerëz që kanë abuzuar me këtë detyrë, njerëz të cilët kanë abuzuar, ëh? Absolutisht mund të kanë abuzuar, mund të kenë përdorur tortura, përgjithësia këtu është individuale. Dhe kjo është e keqe që këtu nuk penalizohet asnjë individualisht. Po pra, kjo është pyetja ime, au po themi u dënua, u penalizua? Nuk ka pas, unë nuk di një rast që të jetë penalizuar, një që të thotë që thotë që shiko, mu filani më ka bëu kështu dhe unë kam këto prova ose kam këtë gjë ose kam atë gjë. Bile ne do ta shpjegoj pak edhe nga ana juridike dhe nga ana e procedurës. Gjithë domethënë sigurimi ka përdorur edhe ato metoda siç ka çdo shërbim që sot i ka të shkruar në kod penal, në kodin e procedurës, domethënë përgjimet e gjitha. I ka përdorur, por në procedurën e kohës nuk lejohej që përgjimet të përdoreshin si provë. Nuk lejohet, nuk pranohet. Në atë kohë. Nuk lejohej. Nuk lejohej. Jo, sepse përgjimi quhej një nga format sekrete dhe për ta përdorur përgjimin si provë mund të ishte një rast shumë i rrallë, mund bëhet fjalë për një agjentur, për një gjë kështu, mund të ishte rast shumë i rrallë dhe mund të përdoret vetëm me miratim të ministrit brendshëm. Qartë. Ndërsa në raste tjera përgjimi ishte për të krijuar një bindje që po, Landi është armik i pushtetit popullor. Pra nëpërmjet kësaj krijoi bindje, ndërsa pjesa tjetër pastaj duhet i gjeshë provat. Dhe kjo pastaj çojnë atë që mund të nxirrshin prova me dhunë dhe ka pasur raste të janë dënuar për shkak me presion. Pra janë marrë dëshminë në presion. Tani për ta mbyllur këtë kam 3 pyetje që përgjigjen e dua shkurt, pastaj nëse është e vlefshme dhe mund të zgjeroheni. 1. Nga studimet tuaja, sepse sigurisht që ju se keni rritur, ishte merit, se kjo ka debat, ishte merit e sigurimit shtetit apo tradhtia e Kim Philbit, dështimi operacioneve të CIA në 2 viteve 50? Shumë më vjen me qesh një herë kur thonë që atë që ka bërë sigurimi e ka marrë nga Kim Philbi. Është prallë. Jo, nuk e ka marrë, për të qenë të saktë ose të qartë, domethënë ishte shërbimi sekret rus, pra KGB, që këtu kishte terren dhe ajo pastaj ja jepte sigurimit. Kim Philbi nuk e dinte datën dhe orën kur do zbarkonin grupe diversioniste në malin e Mokrës. Atëherë ishte merite e sigurimit? Absolutisht po. Dhe po ta shpjegoj unë. Kim Philbi ka dhënë informacione në nivel strategjik. Domethënë, cilat ishin informacionet të nivelit lartë e Kim Philbit, që informacionet ishin që Perëndimi po dërgon po trajnon njerëz nga të arratizmi do të hedhin në Shqipëri, nga Ukraina, nga Shqipëria, nga kjo qendrat janë këtu. Pra në nivel strategjik, kurse sigurimi pastaj, kurse kjo pastaj që u bë në Shqipëri për ta bile ju dha një goditje shumë e ashpër në atë kohë, sidomos këtyre që ishin të lidhur edhe me inteligjencën amerikane, por edhe me inteligjencën angleze. Domethënë je duke thënë që shërbimi sekret kishte të infiltruar absolutisht agjentë vet në grupet që trajnoheshin në Gjermani? Absolutisht po. Kompania e famshme. Po, edhe kur vinin këta, qëllon të kapë njëri, rekrutohej, ka qenë ata ora data i binde nga parashutat kape i gjallë. Kapeshin bile një kur janë publikuar në malet e Skaparit të Korçës. Pra, dhe ai që kape i gjallë duhet transmetonte që ne po vazhdojmë, është gati kryengritja, po bëhet kështu, po bëhet ashtu, edhe Refiku ka thyer dorën. Vishin edhe 10 tjerë. Edhe këta kapeshin gjithë. Edhe kjo po, Hamid Maqani. Kjo është metoda e luftës së kohës. Jo, si më ka bërë përshtypje që, okej, dakord, e pranoj këtë, po si ka mundësi një inteligjencë kaq e lartë e oficerëve të sigurimit shqiptar? Nuk është se ka qenë inteligjencë. Një pjesë e këtyre kanë qenë shkolluar në Bashkimin Sovjetik. Se Tony Blair tha 2 dështime ka CIA dhe shërbimi sekret anglez, në Irak dhe në Shqipëri në vitet 50. Po, ata kanë pranuar, po ai nuk tha që ka qenë roli i Kim Philbit. Jo, ai s'e tha. Se përmend. Te historia Kim Philbit e kanë gjithë tjerë për të vlerësuar. Tradhtia e madhe, te libri i famshëm, Tradhtia e madhe,
Aty thotë që ai jepte informacione për sigurinë e shtetit. Shiko, ata kanë thonë thash nivelet që informacion që japin ata kanë qenë të niveli strategjik. Nuk ka qenë nuk ka qenë të detajuar. Sapo ta thashu kur do vinte avionet do zbrisen në malet X ose në zonën X ose në malet e Korçës të Mokrës, në Biz ose në këto gjitha që do zbrisin, nuk jepte Kim Philby këto. Këto ishin informacione që merrte inteligjenca. E dyta, dhe ata çfarë metode përdoren? Përdoren ata njerëz me probleme, i detyruan të arratisen brenda vendit. Për shembull, Palmlyshi, historia e Palmlyshit. E dini historinë e Palmlyshit. A kupton? Po përveç Palmlyshit ka pas shumë të tjerë. Janë bile jo të kash, po në metodologjinë e asaj kohe Kishte shumë Palmlysh? Kishte shumë palm patjetër, po kanë qenë grupe që janë dërguar një grup i tërë. Ka dalë në mal duke vazhduar si band. Wow. Që ta merrshin vesh gjithë tjetër që është kjo, po me lidhje që të besueshme gjitha. Po gjysma ishin oficerat sigurimit. Ishin oficerët sigurimit? Absolutisht po. Për kë band bëhet fjalë? Po ka qenë Asim Aliko, kanë qenë një pjesë Asim Aliko, Luan Pobrati, dhe babai i kësaj loje, babai i kësaj që ka ideuar dhe që ka qenë një burr i nderuar që unë për momentin Luan Pobrati. Po i çfarë? Luan Pobrati, se Luani ishte Ibiri. E Kurani ka qenë një nga këta që ka marrë pjesë, kurse në qendër ka qenë dikush tjetër që Mirë, roli e Kurani Pobrati ka qenë jashtëzakonsh. Këta kanë qenë ky grupi që u holl narrati. Narrati. Pra kanë qenë 5-6 veta dhe pastaj u zgjeru kurse ky tjetri është, nëse nuk më kujtohet për momentin, por më forta është ky pas viteve 90 iku në Amerikë dhe mori strehim u bo shtetës Amerikan. Wow. Dhe mas sa vitesh, këtë mund të tregoj, ta konfirmon profesori Irakli Kuçallari që ka qenë një nga studiuesit më të mirë të shërbimit sekret. Dhe Irakli Kuçallari e takoi këtë profesuesin e CIA-s me profesuesin të dy në një njëjtën kohë. Ky kishte luftu kundër këtij, ky kundër këtij. Sa e bukur kjo. Dhe u takuan? Po, i organizoi një takim tresh. Një takim tresh. Sa fantastike kjo, se di. Çfarë thua më së? Po, pra e kupton si kalon koha. Do të isha agenti i sigurimit me isha agenti i CIA-s, u takuan, ata kishin luftuar me njëri tjetrin. Po, kishin pra nga 200-300 vjet njëri tjetrit. Ua, sa e bukur. Ja harroj këtij se është burr i nderuar edhe ka vdek tash. Ka vdek nga mosha 90 vjeç, diçka 90 sa vjeç. Mos e ke fjalën që u bë dhe skenaristi i filmit të Palmlyshit? Jo, nuk është ky Okej, tani, pyetja tjetër lidhet me Meçeu, ishte poliagent? Me dokumenta ishte. Ishte? Po, ishte. Shiko, ishte se unë po flasim studius, se ti e sigurisht. Duhet ta shohim edhe në aspektin analitik. Meçeu ishte dikush. Ishte nga një familje që ishte një familje